Pikërisht në studio është momenti që të flasim tani për një temë e cila lidhet me këtë ditën e sotme, sepse sapo ka nisur fundjava dhe e tham në fillim të emisionit që na ndodh të abuzojmë, sepse themi okay, të hënën, edhe dietat zakonisht kështu thuhet, do të fillojmë të hënën. Po, të hënën, po fundjava abuzojnë me ushqimin, po. Po pra, sepse duam që të marrim më tepër kënaqësi, duam që ta shijojmë më shumë. Gjatë gjithë javës je i zënë, mundohesh të ushqesh sa më pak sepse s'ke kohë më të ushqesh. Po, se në fundjavë njeriu del për qef, tani dikisha ndej në restorante për vende ndryshme, të paguash dhe lekët. Tani do dash ato ushqime, se ke paguar lekë për ato ushqime, nuk do dalësh në pjatë. Ato kilogramët që shtohen pastaj fundjavë pas fundjave, ja të na sqaroj dietologja jon Mikesha programit Anila Kalleshi, përshëndetje mirë se ka ardhur ndita ime. Përshëndetje mirë se u gjeta. Në fakt kur jam përballë Erionit gjithmonë kam këtë problemin e ushqyerjes sepse ai kërkon një larmishmëri dhe shumë mirë bën që kërkon në fakt këtë gjë, por gjithmonë e shoh që anon diku tek ushqimet disi të gabuara. Se ka dhe ushqimet gabuara? Absolutisht që ka. Po sigurisht në hapa të faqen në Anilit vetëm sallatë jeshile shef atje. Kur mu propozua kjo tema kështu, mendova në fakt dy zgjedhje. Mendova një, domethënë ushqyerja në fundjavë. Mendova një dietë detoksikuese që është e shkëlqyer, e cila pse jo do ishte shumë mirë të bëhej. Kam thënë që fjalën dietë dhe bëja regjim ushqimor sepse na tremb të gjithëve edhe mua këtu që nuk jam. Dietë detoksikuese. Dhe është mjaft e njohur dhe është shumë e mirë për organizmin, në mënyrë që mos të ndihesh i lodhur, të pastrohet sistemi i tretës, të kesh një përmirësim të aparatit komplet të tretës, pra është e mrekullueshme. Do ishte mirë për fundjavën. Për të shiruar ndoshta gjitha toksinat e gjithë muajit që kemi marrë. Në fakt do ishte e këshilluar që të bëhej një herë në muaj, do ishte shumë e mirë. Pse jo në fundjavë, pasi je larg impenjimeve, larg punës së përditshme, larg rutinës së përditshme. Ka ushqime të shijshme në brenda kjo dieta? Në fakt dieta detoksikuese është një dietë e cila nuk shmang pothuajse të gjithë mishrat, shmang brumrat, shmang sheqerat e rafinuara. Derisa u mërzitën. Është e këshilluar shumë. Jo, po gjeve të mundi, një në muaj. Me fruta dhe perime, domethënë është shumë e mirë që të konsumohen në këtë dietë detoksikuese. Vetëm fruta dhe perime dhe shumë lëngje, por lëngje kryesisht drenuese, lëngje të cilat bëjnë një drenim mjaft të mirë të sistemit tretës dhe na ndihmojnë mjaft mirë për të tretur djamrat, për të ndoshta jo më shumë për të humbur kilograme, sesa për të pastruar organizmin në tërësi. Kjo dietë në fakt abuzohet me këtë dietën detoksikuese. Kjo dietë mund të mbahet 3, 5 o maksimumi 7 ditë. Në fakt dietën detoksikuese kanë bërë dhe yjet e Hollywoodit, por kanë abuzuar ekstremisht shumë. Duke e parë që është një dietë e pastër, një dietë e lehtë, një dietë e mirë, por në fakt është për 3 ditë, për 5 dhe maksimumi për 7 ditë, ato abuzojnë, paktën kishim deri mua që ishte munduar ta bënte këtë gjë dhe pati një rënje të tmerrshme, një rënje drastike dhe shumë të keqe për organizmin. Nuk e rekomandoj absolutisht që të bëhet, të vazhdojë në pafundësi, por pse jo 3 ditë do ishin të shkëlqyera për organizmin. Po si është që na i tregon po? Lehtësohet. Pra, nuk kemi brumrat, shmangim të gjitha brumrat. Shmangim duhan, kafe, pije të gazuara, shmangim karbohidratet e tepërta të rafinuara, sidomos sheqerat e rafinuara, mundohemi të marrim produkte fruta dhe perime sa më shumë. Pa do shihesh vetëm me fruta dhe perime gjatë ditës. Frutat ekzotike janë të mrekullueshme, por gjithmonë duke të gjetur frutat jo shumë të pjekura, frutat të cilat kanë efekt drenues, efekt diuretik shumë të mirë, e cila mund të përmendim disa prej tyre që të jemi më konkret. Atëherë, të gjitha frutat që përmbajnë antioksidant që kanë ngjyrë të kuqe, që është shega, portokalli i kuq, janë shumë të mira, pasi përmbajnë antioksidant shumë të mirë për organizmin, të cilët luftojnë radikalet e lira dhe na ndihmojnë mjaft mirë të krijojmë një sistem imunitar shumë të mirë. Kumbulla është shumë e mirë për antioksidantët e fuqishëm që përmban. Kumbulla në ngjyrë lejlan, gjithashtu boronicat, luleshtrydhet janë përsëri shumë të mira. Kivi është një diuretik. Po. Kivi është një diuretik shumë i mirë. Agrumet të gjitha, po përjashtim duke futur portokallin, limonin, citron, do ishin shumë të mira, natyrisht edhe të përdoreshin si lëng, edhe të haheshin të gjalla, do ishin shumë të mira, pasi përmbajnë vitaminën C, një element shumë i rëndësishëm për organizmin, për antioksidantët që përmbajnë, pra vitaminën C, e cila është shumë e rëndësishme për sistemin imunitar. Dhe në këtë periudhë disi gripale, disi ftohtë që nuk arrin të kuptosh, është vërtet shumë e mrekullueshme. Tek perimet jeshile janë të mrekullueshme, ku futet spinaqi, pazia, futet brokoli, futet Sallata jeshile që është shumë mirë, rukola që është shkëlqyer dhe këshillohet që të konsumohen 2 pjata të bollshme me sallatë në drekë dhe në darkë, të cilat do ishin një ditë, domethënë ndoshta dreka duhet ishte
Sallate jeshile e kombinuar me pomodorinit ndoshta, me pak djathë do ishte shumë e mirë. Edhe djathë lejohet. Djathë marrë ndoshta mozzarella, gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e djathrave, jo më shumë ndyr, por kjo nuk është një dietë, në fakt kjo nuk është një dietë rënje në peshë, është një dietë pastrimi të organizmit. Ndaj do ishte shumë e mirë një sallatë e bollshme, natyrisht të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e sallatës, do ishte shumë e mirë sallata e jeshile të merrej një ditë përpara, të rinte 24 orë duke parë nëse kishte nitrate apo jo në sallatën jeshile, dhe kjo përzgjedhje do ishte shkëlqyer për drekën, gjithashtu duke shoqëruar një perime zgare ndoshta, ose të zjera në avull do ishin shumë të mira, duke shmangur natyrisht ndoshta pak patatën dhe patoxhanin, të cilat janë Shmangnim këto? Po, ti shmangin për këto 3 ditë. Ço të zjenin? Brokoli? Po ka brokoli, lakra dhe lakra janë të shkëlqyera, për si përmbajnë antioksidantë shumë të mirë, kanë vitaminën C, kanë zink dhe janë të mrekullueshme. Si faktet i përcaktojmë vetë tani ne mes këtyre produkteve që po përmendim që janë të mira, apo janë të përcaktuara nga vetë dieta? Jo, mund t'i bëjmë vetë. Është e rëndësishme të marrë gjithçka nga frutat e perimet. Mund ta hash gjithë ditën Anila apo me vakte? Se kjo është ajo sekreti. Unë e kuptoj, ti gjithmonë kërkon sasi edhe cilësi. Okej, do ishte shumë mirë, do ishte mrekulli, domethënë sikur të kishim mundësi që të konsumonim gjithë ditën ushqim, por kjo është e pamundur, absolutisht e pamundur, domethënë duhet të respektojmë vaktet dhe sasitë e tyre. Është shumë e rëndësishme që të konsumojmë 5 vakte, edhe 6, pse jo? Domethënë duhet ishte, ndoshta nga vakti i mëngjesit duhet ishim rreth 3 orë nga vakti në vakt, por natyrisht tek vaktet e ndërmjetme mund të fusnin frutat e thata, që janë shumë të mira. Unë personalisht i hash shumë, i konsumoj shumë, edhe gjithmonë them duhen konsumuar 5-6 kokra për konsumoj një grusht po thonë të shëndoshën të frutat e thata më kanë filluar për herë. Për acidet yndyrore, omega 3 që përmbajnë janë vërtet të shkëlqyera. E rëndësishme është që nuk është shumë e rëndësishme nëse të shëndoshin apo jo. E rëndësishme është që truri na funksionojë në rregull, zemra mos kemi probleme kardiovaskulare. Mund ta mbajmë gjithë me sallatë. Pikërisht. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por nëse abuzojmë me sasinë e tyre, natyrisht që do kemi atë mbi peshën dhe përsëri mbi peshë do jetë lidhur me këtë sëmundje që sapo përmendëm, me sistemin kardiovaskular. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e tyre, jo më shumë se 5-6 kokra bajame, mund të ishin një vakt shumë i mirë ndërmjetëm. Pra, do ishte e mrekullueshme që t'i shmangnin të gjitha produktet e tjera. Fruta, perime, frutat e thata, peshkun do ta konsumonin shumë mirë. Peshkun do ta konsumonin shumë mirë. Cili lloj apo pak rreziqa të gjitha? Salmoni, trofta, peshku ton do ishin shumë të mira, merluci do ishte shumë e mirë. Ai që është i konservuar apo peshku ton? Po, peshku ton që është i konservuar. Natyrisht. Po ka dhe kështu, ka dhe në jo të ndryshëm me ujë brenda. Pikërisht. Ai është edhe akoma më i mirë. E pas ka parë çuditshme. Ka filluar të kujdes për veten. E kanë treguar. E ka filluar duke kujdes për veten. Më duket se ke rënë. Kam rënë pak. Një kompliment i thën live dhe publikisht. Po kam nevojë për akoma. Pra, do këshilloja peshkun si e përgatisim. Nuk besoj se të skuqur, të pjekur më mirë. I pjekur ose në avull do ishte, në zgar ose në avull do ishte shumë e mirë për të konsumuar. Gjithashtu supra do ishin shumë të mira në këtë momente, pasi përftojmë sasinë e lëngjeve të dukura. Supat kremoze apo ato me perime? Jo, do këshilloja më tepër mos ishin shumë kremoze, pasi edhe ato gjithsesi nuk është shumë problematike. Rëndësishme është të ketë ingredientet brenda. Ingredientet të ishin të përzgjedhur do ishte shumë mirë. Tek supat kremoze kam nganjëherë ca më dyshje në salcat ndoshta që mund të fusim brenda, kështu që. Me krem domate? Me krem domate është shumë e mirë. Ka edhe acid domate, kështu që. Po, është shumë e mirë. Këto pana, këto gjëra kështu? Gjithsesi duhet, jo, pana absolutisht jo. Gjithsesi do isha shumë e kujdesshme që thoya që sasia e lëngjeve do ishte shumë e mirë, do ishte e konsiderueshme. Pra 1 litër e gjysmë ujë për femrat dhe 2 litër për meshkujt. Gjithashtu lëngjet e frutave gjatë gjithë ditës të shoqëroheshin në këto ndoshta në të freskëta. Lëngjet e frutash nga ato të bëra vetë. Nga të gjitha frutat që përmenda, pra frutat e kuqe, frutat portokalli, frutat Leila që janë shumë të mira. Do t'i marrim të shtrydhur vetë, jo të konservuar që janë kështu. Jo, të konservuar absolutisht, pasi dim që kanë gjurozës, kanë konservant, kanë dhe sheqer të tepër. Disa elemente nuk na bëjnë mirë. Kjo ishte për një herë në muaj, pastaj kafeja do ishte reduktuar. Çaji jeshil me mollë do ishte shumë i mirë, pasi ka një efekt drenant të shkëlqyer në organizëm, ndaj do ishte shumë e mirë, shumë e rekomanduar që gjatë kësaj periudhe të merrej. Molla do ishte shumë e mirë që të konsumohej me lëkurë, pasi dim që fibrat e mollës janë të përqendruara kryesisht tek lëkura dhe do ishte shumë e mirë. Molla jeshile është perfekte për
për këtë moment. Kjo është për një herë në muaj, tani, për fundjavët e tjera, që ne i konceptojmë kështu patate të skuqura, pizza... Për një fundjavë, për një fundjavë që duam të konsumojmë ndoshta në një restorant. Që dhe kur të ngrejmë andim, mos ngrejmë shumë të bingopur. Natyrisht, fëmijëve nuk mund t'i provojmë edhe dëshirat për të konsumuar, pse jo një picë, por do isha tek të konsumoj një picë vegetariane, do ishte shumë e mirë, pasi edhe ndoshta edhe të përgjithej restoranti apo pizzeria ku gatuhet, pasi është shumë e rëndësishme edhe brumi i picës, të jetë një brum i pjekur mirë, mos të jetë një brum i pikërisht. Dhe vegetariane do ishte shkëlqyer për fëmijët, ku mund të kishte ndoshta djathë mozzarella, domate, pomodorinit e vogla, mund të kishte rucola brenda. Pra, do ishte një ditë e përzgjedhur shumë e mirë, ndoshta një picë shumë e mirë për fëmijët. Po më të mëdhenj, për shembull një djavull. Pse jo, edhe të mëdhenj mund ta konsumoj. Një djavull ose një kështu me ton. Mund ta konsumoj një picë vegetariane, do ishte gjithmonë tek pica vegetariane, do ishte shumë. Tani bëri sikur të dëgjoj, ëh? Jo, edhe me ton do ishte mirë me ton. Pikërisht edhe me ton mund të ishte shumë e mirë. Ndërsa për bëhet fjalë për mishrat. Mishrat nëse do ishin të pjekur dhe jo në sasira të mëdha, bëhet fjalë nëse do përgjithej, nëse dikush do kërkonte që të përgjithte mish deri, duhet të themi që në vendet e caktuara, pikërisht, në vendet e caktuara, mishi i derit është shumë më i mirë ndoshta se mishi i viçit, pasi nuk mund të gjithë problemi është tek masa e dhjamosur. Qoftë se din ta përgjithë mirë copën e mishit të derit, ku është më i pa dhjamosur, për shumë qafa do ishte mrekullueshme. Po ti deri egër pasazh aromi i mirë atë. Pikërisht, nuk është se do merrnim shumë kalori të tepërta. Tek peshku pastaj do kishim bërë përgjigjen pa kaluar te peshku. Mishi i pulës është vërtet edhe ai shumë i mirë për proteina që i përmban, por gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm mishin e pulës pa lëkurë. Ndoshta mund të gatuhet me lëkurë, por në momentin që ti e konsumon, patjetër duhet ja hiqesh. Në fundjavë shumë mish pule me jufka do ishte. Apo janë... Jo brumra, ta qëmë fillim. Jo, brumrat ishin, jo, absolutisht nuk them jo brumra, sepse brumrat, karbohidratet e thjeshta janë të mira, por në momentin kur janë integrale. Pra, do këshilloja që pastat të ishin prodhime integrale, ose risotto, nëse do përdori një risotto, të ishte oriz integral. Ato pastat integrale ka thuar të përdorni shumë janë të shijshme shumë. Në qoftë se janë integrale, jemi okay, jemi në rregull. E rëndësishme është të mos abuzohet shumë me salsa. Nëse jep okay, pretendon se duhet konsumoj gjithë ditën, ëh? Jo. Porcioni dihet se sa është. Një person mund të konsumojë maksimumi 500 gram pastë integrale në javë. Varet nga personi kjo pandemi. Po pra, maksimumi duhet të konsumojë 500 gram pastë integrale. Duhet të ngrihen për shembull nga tavolina të pangopur. Ajo ideja e pangopjes në fakt është për ato persona që kërkojnë të kenë një formë trupore të mirë, natyrisht sepse varet kur truri arrin të kapi atë ta perceptojë atë ngopjen. Në momentin kur ti je para televizionit, para kompjuterit, ti nuk arrin ta kontrollosh, nuk arrin ta frenosh atë momentin e ngrënies dhe edhe pse sasia ushqimore, sasia kalorike e dur është marrë nga ana jote, ti nuk arrin ta perceptosh nëse e ke marrë apo jo, sepse je habitur me diçka tjetër dhe vazhdon e konsumon. Ani duhet të mos harrosh diçka për problemin e frutave, se më thon gjithmonë që nuk duhet konsumuar pasi ke ngrënë ushqimin, të konsumosh direkt një frut. Duhet kaloj një farë kohe. Okej. Do të thënë mund thoja që nëse ti do e konsumoje pas ushqimit, do ishte shumë mirë pasi do e kishe një vakt të dytë. Do të thënë do kishe një vakt tjetër. Ndërsa në momentin që konsumohet pas ushqimit, fillon stomaku rëndohet, fillon pas 3 orëve do konsumosh një vakt tjetër, kështu që është e rëndësishme që frutin ta ndash si vakt më vete, do ishte shumë e mirë. Ndërsa kur bëhet fjalë për ëmbëlsirat, kur bëhet fjalë për shtimin në peshë, natyrisht duhet jemi të kujdesshëm dhe severt, jemi vërtet të kujdesshëm në konsumimin e ëmbëlsirave, por pse jo do këshilloja ndoshta një kek të bërë në shtëpi, jo shumë të jo këto kremra me shumë sheqer, jo me shumë yndyrë të tepërt, jo me sherbet, jo me yndyrë të tepërt, por që gjithmonë duhet të konsumohet kur është stomaku plot, që do të thotë që në momentin kur ti konsumon një ëmbëlsirë, kur ke stomakun bosh, do të thotë që truri, serotonina në tru kërkon rrit më tepër ndjenjën e urisë dhe kërkon më tepër sasi ëmbëlsire.
Dhe kjo është, ndoshta është shumë e rëndësishme që të dihet që ëmbëlsira gjithmonë duhet konsumohet pas vaktit të ushqimit. Gjithmonë në sasira të kufizuara dhe jo çdo ditë mund të konsumohet. Për ata që kanë një metabolizëm të mirë, ndoshta në fundjavë ato mund të konsumojnë gjithçka pafund edhe metabolizmi i mirë, i shpejt, aktiviteti fizik ndoshta nuk lejon. Ku dihet mund të japi shenjat më vonë, pastaj kështu që mos të eksperimentojnë edhe ata. Frutat e detit, unë jam kurioze, duhet i konsumojmë apo jo? Frutat e detit janë shumë të mira për acidet yndyrore, omega-3 që përbëjnë. Në qoftë se nuk abuzojmë me sasitë e tyre, dhe në qoftë se, për shembull, kemi një pjatë me karkaleca, shoqërojmë me një pjatë të bollshme me rukola, me domate dhe me pak parmixhan, që është vërtet shumë i mirë edhe për kockat parmixhani, po jo më shumë se 5 gram. Pra në qoftë se shoqërojmë të pjatë karkalecash me një sallatë jeshile apo një sallatë rukolash, do ishte shumë e mirë. Por në qoftë se pastaj fillojmë të abuzojmë duke marrë pjatë parë, pjatë dytë, pjatë tretë, sasirat ndoshta. Në fundjavë, meqense zgjohemi vonë, në fundjavë të zgjedhim një gotë verë të kuqe, e cila është shumë e mirë për antioksidantët që ajo përmban, është shumë e mirë për sistemin kardiovaskular, sidomos për persone që vuajnë nga problemet e zemrës, këshillohet që të konsumohet ajo gotë vere. Natyrisht të shoqëruar me peshkun do ishte vërtet një kombinim i perfekt. I drekës. Varet se çfarë konsumojmë. Nëse konsumojmë peshkun do ishte shumë e mirë vera e kuqe. Nëse konsumojmë, do mendoja verën e kuqe. Nëse do konsumonim e zëm ndoshta me mish, varet, mund të konsumojmë. Nëse do bënim një eskalop do ishte shumë e mirë vera bar ndoshta apo eskalopi ka pana apo s'ka pana? Po varet se zgjedh pra dhe eskalop. Ka pan, po jo gjithmonë flasim për personat e shëndoshëm, flasim për persona normal, që kanë nevojë të shijojnë, të provojnë gjithçka nga të shëndosh janë të privuar nga shija. Kur na mblidhen të tre vaktet së bashku, çka do të thotë se ne zgjohemi vonë, kur na mblidhen të tre vaktet së bashku, të plotë dhe pastaj në mbrëmje nuk është se na shkon në mendja për të. Kur na mblidhen tre vaktet së bashku është një problem më vetë ajo. Ndoshta të premten dikush ka vajtur në pub, kanë tenduar gjithë natën, është ngritur në mëngjes shumë herët, domethënë vakti i mëngjesit që është një vakt vërtet shumë i rëndësishëm, është anashkaluar. Po vënëre. Ndoshta edhe për të mbajtur trupin në formë, me idenë që po mbaj trupin në formë dhe nuk konsumohet vakti i mëngjesit, vjen pastaj dreka, konsumohet deri diku apo je akoma ndoshta i zënë me përgatitjet e gjëra dhe vjen një vakt darkë pastaj që ti ulesh dhe ha të 3 vaktet ose të 5 vaktet, duke futur edhe vaktet ndërmjetme, mund t'i hash mund t'i konsumosh në një vakt të vetëm. Dhe përveç asaj nuk arrin të kontrollosh atë çfarë konsumon, sepse mund të konsumosh edhe diçka të shëndetshme që nuk të bën dëm, por t'i hap frigoriferin dhe nxjerr shumë gjëra në të njëjtën kohë. Duke shijuar të gjitha me shumë kënaqësi. Që të lësh për nesër, për pas nesër, sa pikërisht, edhe duke pasur idenë që nuk e konsumuar gjithë ditën, mund të bësh ndoshta një përllogaritje kalorish, duke mbledhur kaloritë e mëngjesit dhe drekës së darkës, por nuk funksionon kështu, sepse sistemi i tretës ka një meridian kohor, i cili funksionon dhe ka një orë të vetën biologjike, në të cilën trupi të gjitha organet punojnë sipas një ore të caktuar. Ndaj mëngjesi duhet jetë gjithmonë është bëshatisur gjithçka nga darka. Dhe duhet jetë gjithmonë vakti që na shoqëron, vakti që duhet të shoqërohet patjetër me një mëngjes të bollshëm. Kur bëhet fjalë për një mëngjes i bollshëm, bëhet fjalë mëngjesi që kemi marrë karbohidratet, pra kemi marrë një fet buk integrale, që do ishte shumë e mirë, kemi marrë proteinën që do merren nga veza e qumshti apo nga djathi, mund të konsumonim ndoshta një mëngjes më të shkëlqyer që do ishte ai kosi. Që konsumojmë edhe gjatë ditëve normale të javës, për fundjavën. Ka diçka speciale që mund të sugjerojë? Nuk e di, sepse unë mendoj që gjatë gjithë javës duhet të ushqehesh shëndetshëm dhe në një mënyrë shumë të mirë. Kush ishte një mëngjes ideal? Mëngjes ideal për mua dhe që nuk i kam gjetur akoma zëvendësuesen janë 3 lug kos me 2 lug mysli, i cili ka fara lini, fara kungulli, rrushë të thatë, i cili përmban antioksidant shumë të mirë për organizmin, dhe tërshëra që është e shkëlqyer për punën e sistemit të zorëve. Gjithashtu brenda do fusja një copë banane rreth 5-6 feta të holla, do fusja një fetë ananas që është shumë e mirë. Është diuretik dhe na ndihmon mjaft mirë ndoshta për të nxjerrur lëngjet e tepërta kur kemi ritension hidrik në organizëm, në përgjithësi për personat që kanë këmbë të shëndosha dhe kanë ritension hidrik në organizëm, gjithashtu dhe një fetë mollë jeshile të prerë përsëgjati, të coptuar imët, pse jo dhe 2-3 lule shtryde brenda.
Në duket sikur po bëhet një pjatë, një tas i madh plot, por në të vërtetë nuk është ashtu. Është një tas i vogël, por që ka vlera ushqimore të secilit produkt patjetër. Por që ka vlera ushqimore të mrekullueshme. Ka të gjitha ngjyrat dhe është shumë e rëndësishme sepse kemi marr ananasin drenues, kemi marr luleshtrydhen e cili ka vitaminën C, kemi marr mollën që ka vitaminën E, kemi marr kosën që ka fermente laktike të mrekullueshme për organizmin, gjithashtu vitaminën D, ka kalciumin që është shumë e mirë. Dhe kemi marr dhe 4-5 kokra bajame, përsëri edhe ato acide yndyrore shumë të mira omega 3. Deri në drek jemi të ngopur, po të ngopur me yndyra të mrekullueshme, me vitamina shumë të mira dhe një ushqim lehtësisht i tretshëm. Në 8, në 10. Në fakt varet nga mëngjesi. Për shembull, ka persona që çojnë që në 6 të mëngjesit që janë për të vajtur në punë. Do këshilloja ndoshta pse jo ta përgatisni një tas që ta konsumoni rreth orës 6, domethënë nëse bën fjalë që nisen orën 6. Pas sa orësh duhet konsumosh? Maksimumi 1 orë e gjysmë maksimumi nga zgjimi. Duhet konsumuar vakti i mëngjesit. Më pas në momentin kur ti ke konsumuar këtë vakt mëngjesi që është i mrekullueshëm, do ishte shumë e mirë një vakt i ndërmjetëm, i cili konsiston në një lëng frutash, që mund të ishte një karotë me mollë, mund të ishte një karotë me lëng portokalli apo me citro, apo qoftë edhe një frut natyral, që mund të ishte alternohen varësisht të ditëve, frutave të stinës. Pikërisht. Më pas dreka do ishte shumë e mirë, po flasim tani ndoshta për fundjavën vërtet. Për fundjavën pak a shumë e prekëm, domethënë fundjavën që edhe mund ta abuzoj pak. Peshku do ishte shumë e mirë me sallatën, domethënë tasi i madh i sallatës. Në fakt sallata po ta vësh re nuk ka se ka shumë peshë. Por ka volum, gjë që tregon që stomaku mbushet shumë mirë me volumin e sallatës dhe nuk ne ai idenë Po mos e tret shpejt e kërko prapë pastaj, është problemi. Në qoftë se do të tresish shpejt, atëherë domethënë në qoftë se ti ke konsumuar vaktin e drekës në ora 1, në ora 5 do konsumosh përsëri një vakt të ndërmjetëm, që mund të jetë një stekers, mund të jetë një stekers, mund të jetë një frut, mund të jetë një biskot integrali që do ishte shumë e mirë. Darka pastaj do këshilloj që të ishte e lehtë. Pra në qoftë se ne kemi marr një peshk apo një pastë në drek, do alternoni me një supë. Peshku ndoshta me një risotto ndoshta. Pas darkës, pastaj një gjumë. Pas darkës, darka do ishte shumë mirë të konsumohet. Edhe gati të hënën për punë. Deri në orën 7 pasdite. Jo më vonë sepse është shumë e rëndë për organizmin, është i ke hapur syterion në fund të darkës. E konsumon në 7 darkën vetë ora 10 kur ikën në spitalet prapë. Ky është problemi. Mund të konsumosh ndoshta prapë një frut. Ose një lëng frutash mund të shprehësh edhe kaq. Anil, faleminderit shumë që ishe me ne. Ka qenë më së qartë për të gjithë teleshikuesit se si duhet të ushqehen shëndetshëm edhe në fundjavë, kur pretendohet se mund të abuzojmë. Jo. Sigurisht edhe kjo ide që unë gjithmonë kërkoj ushqime dhe duket absolutisht e reflekton shembull ideal. Miraç që dashur, ishte kënaqësi. Faleminderit. Miq dashur, kalojmë tani në publicitet e rikthehemi vetëm pas pak.